Pas një viti në Arrati, vetë dorëzohet ish zëvendës kryeministri Artan Grubi. Rikthehen thirrjet për dhomat e gazit për shqiptarët, institucionet ende nuk kanë marrë masa ndaj autorëve. Ish-presidenti Bullgarisë Rumen Radev tha se Bullgaria dëshiron që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Pas vrasjes së bosit të kartelit të drogës, shpërthen dhuna masive në Meksik. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet e orës 15:55. Pas një vitje 2 muaj shprej se ishte larguar nga vendi, ish kryeministri Artan Grubi është shfaqur sërish në pikën kufitare në Blac. I përfshirë në akuzën për përveçsimin e mbi 8 milion eurove në lotarinë shtetërore, Grubi është arrestuar nga policia dhe është dërguar në paraburgim në Shutk. Në dhjetor të vitit 2024, Grubi ishte vendosur në listën e zezë amerikane për shkak të dyshimeve për përfshirje në korrupsion. Kishte deklaruar se është i pastër si loti dhe është larguar nga vendi për vizitë pune. Pas një vitje 2 muajsh u dorëzua. Ish zëvendës kryeministri Artan Grubi, dyshuar për përveçsimin e mbi 8 milion eurove në lotarinë shtetërore, herët në mëngjes u privua nga liria në pikën kufitare Blac dhe u dërgua në paraburgim në Shutk. Ndaj tij ishte caktuar 30 ditë paraburgim në mungesë derisa ishte në Arrati. Sot 23 shkurt 2026, në orën 6:10, në pikën e kalimit kufitar Blac, në hyrje të shtetit, u privua nga liria Artan Grubi, 48 vjeçar, i cili kërkoi me urdhër arreste ndërkombëtar lidhur me hetimin e veprës së kryer penale sipas nenit 354, paragrafi 5 në lidhje me nenin 3, në lidhje me nenin 22 të kodit penal. Artan Grubi para arratisjes ka mbartur postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të sistemit politik mes bashkësive nga radhët e BDI-s. Në dhjetor të vitit 2024, Grubi ishte vendosur në listën e zezë amerikane për shkak të dyshimeve për përfshirje në korrupsion të lartë. Konkretisht për shkak të marrjes së rishfet në lidhje me proceset gjyqësore të ish shefit të DSK-s Sasho Mjallkov. Më njëherë pas kësaj ai u tërhoqi nga funksionet politike. Njëkohësisht prokuroria kishte hapur lëndë për përveçsim të parave në lotarinë shtetërore, në të cilin i dyshuar kryesori ishte Grubi. Pak ditë më vonë ai u arratis nga vendi, ndërsa kërkoi me fletarrest ndërkombëtar së bashku me ish drejtorin e lotarisë shtetërore Perpajrim Bajramin për rastin lotaria. Atyre u saktuar masa e paraburgimit për 30 ditë. Të dy dyshohen se kanë dëmtuar buxhetin e shtetit në vlerë prej mbi 8.2 milion euro. Ata ngarkohen për veprën penale mashtrim në shërbim sipas nenit 354 të kodit penal, që parashikon dënim me të paktën 4 vjet burg. Partitë politike kanë reaguar pas dorëzimit të ish zëvendës kryeministrit Grubi. Partia e Grubit BDI ka deklaruar se mbetet e palëkundur në qëndrimin se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë dhe pa selektime. Nga koalicioni Vlen theksojnë se rikthimin e Artan Grubit më së shumti friksohet BDI-s, për shkak se sipas tyre Grubi ishte kutia e zezë e partisë. VMRO thekson se Grubi mund të zbulojë informacione rreth aferave dhe krimeve të Zaevit, Filipçes dhe Spasovskit, ndërsa LSDM kthimin e Artan Grubit e ka quajtur si teatër politik. Dorëzimi i ish zëvendës kryeministrit Artan Grubi nuk ka kaluar pa reagime as edhe nga partitë politike në vend. Ish partia e tij BDI përshëndet vendimin e Grubit për të kthyer në vend. BDI mbetet e palëkundur në qëndrimin se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë, pa selektivitet, pa standarde të dyfishta dhe pa ndikime politike, theksohet në komunikat. Presim që procesi të zhvillohet në përputhje me standardet më të larta të sundimit të ligjit, para së gjithash me një nivel të lartë transparence, në përputhje me interesin publik, por mbi të gjitha me respektim të plotë të prezumimit të pafajësisë dhe me mbrojtje të drejtave dhe lirive individuale. Ndërkohë, nga koalicioni Vlen theksojnë se rikthimet të Artan Grubit më së shumti i friksohet BDI. Ata pyesin se cilin prej BDI-s Grubi do ta ngrejë me vete.
Kutia e zeze e qeverisjes së BDI-s më në fund është dorëzuar. Artan Grupi është pjesëmarrës dhe ekzekutori të gjitha marrëveshjeve të errta të BDI-s. Prandaj BDI po dridhet nga frika se nuk e din se për çfarë është gati të flasë Artan Grupi. Për dorëzimin e Artan Grupit janë përplasur edhe partitë politike maqedonase. Zëdhën se LSDM-sa Bogdan Kakuzeska, kthimin e Artan Grupit në vend e ka quajtur si teatër politik dhe e konsideron si një marrëveshje politike. Sipas saj, me këtë BDI po e shpëton Miskoskin. Po se dinesh një teatr në Makedonë. Ashtu si që rënë dakord ta lironin, tani kanë rënë dakord ta kthejnë. Në këtë mënyrë VMRO DPMNE me mbështetjen e BDI-s dëshiron të mbulojë skandalin më të madh të drogës me 5 ton drogë që çon në majën e qeverisë së Mickoskit, por edhe skandalet e shumta me tenderët kriminal për të cilët nuk ka pasur përgjigje për më shumë se 80 ditë. Ndërkaq, Brane Petrushevski nga VMRO DPMNE tha se LSDM-ja është nervoze dhe e frustruar sepse Artan Grupi u arrestua dhe siç tha ai, mund të zbuloj informacione rreth aferave dhe krimeve të Zaevit, e Filipçes dhe Spasovskit. Дополнителен криминал на Груби, заедно со неговиот. E kuptojmë se të sanë ata janë nervoz dhe të frustruar sepse Artan Grupi u arrestua dhe tani mund të zbuloj informacione rreth aferave dhe krimeve për të cilat kanë punuar së bashku me Zoran Zaevin, Vice Zaevin, Oliver Spasovskin, Venko Filipçen. Kjo është arsyeja sepse SDS-ja po përpiqet të fshehë gjurmët dhe në këtë mënyrë të shpëtoj veten. Petrushevski tha se Artan Grupi konsiderohet si personifikimi i krimit dhe korrupsionit të udhëhequr nga LSDM dhe BDI, por më në fund ai tha se do të përballet me drejtësinë. Thirrjet raciste anti-shqiptare vazhdojnë të dëgjohen në stadiumet e vendit. Tifozët e Vardarit Komitët sërish kërkuan dhoma gazi për shqiptarët, ndërsa institucionet ende nuk kanë reaguar. Nga Ministria e Punëve të Brendshme për Televizionin Shenja konfirmojnë se janë konstatuar shkelje për nxitjet e urrëties dhe dhunës mbi baza nacionale, por nuk tregojnë nëse janë autorët identifikuar apo ndëshkuar. Nga Federata e Futbollit të Maqedonisë thonë se organet disiplinore veprojnë në mënyrë të pavarur dhe sipas rregulloreve. Koret raciste anti-shqiptare vazhdojnë edhe më tutje të dëgjohen fuqishëm në shkallët e stadiumeve në vendin tonë. Si në rastet e mëparshme, edhe kësaj radhe në element janë tifozët e Vardarit Komitët. Nga Ministria e Punëve të Brendshme me një përgjigje të përgjithshme për Televizionin Shenja thonë se shkelje ka pasur, por nuk zbulojnë nëse autorët janë identifikuar dhe nëse ndaj tyre është marrë ndonjë mas ndëshkuese. Tifo grupi Komitët, përmes këngëve dhe mesazheve ka bërë nxitje të urrëties dhe dhumbin baza nacionale, ka kryer shkelje të ligjit për parandalimin e dhunës dhe sjelljes së pahishme në ngjarje sportive. Lidhur me këtë rast, nëse konstatohet shkelje të tjera eventuale, do të ndërmerren masa përkatëse ligjore për sanksionimin e tyre. Interesimi i Televizionit Shenja për këtë rast e ka nevrikosur Kryesinë e Federatës së Futbollit, të cilët në përgjigje të gjata të dërguara në formë të shkruar përmendin persona dhe klube që nuk kanë lidhje me televizionin. Nga Federata e Futbollit të Maqedonisë, periudhën e udhëheqjes së Omer Agić e krahasojnë me periudhën e udhëheqjes së Sejdinit me FFM-n. Ata thonë se nuk kanë trajtim ekskluziv për asnjë klub, tifogrup apo lojtar ose individ dhe se veprojnë në përputhje me ligjet në fuqi. Organet disiplinore vendosin në mënyrë të pavarur, profesionale dhe vetëm në përputhje me rregullorët, pa marrë parasysh marrëdhënie profesionale, familjare ose profesionale. Udhëheqësia aktuale në drejtimin e presidentit Omer Agić respekton rregullorët edhe vepron pas restriktivitet në kontrast me të kaluarën e afërt. Kjo nuk është hera e parë që tifogrupi Komitët kërkojnë vdekjen e shqiptarëve dhe dhoma gazi për shqiptarët. Të njëjtin veprim e kanë bërë edhe para syve të kryeministrit, ministrit të punëve të brendshme dhe zyrtarëve të tjerë shtetërore institucional. Komiteti Helsinkit ka reaguar pas thirrjeve raciste të tifozëve të Vardarit. Nga komiteti konsiderojnë se për skaj sanksioneve nga ana e institucioneve duhet të punohet me pjesëtarët e tifogrupeve për të zgjidhur në mënyrë paqësore konfliktet. Çdo vit alarmojmë institucione që të ngrenë procedura për sanksionim dëgjues urrëties, por prokuroria publike nuk dëgjon. Komiteti Helsinkit ka dorëzuar 10 denoncime, por nuk është ngritur asnjë akuzë nga prokuroria.
Apelojmë deri te MPB dhe Prokuroria Publike urgjentisht të veprojnë në bazë të masave të paralajmëruara për sankcionim të ngjarjeve të tilla. Zbatimi selektiv i ligjeve në bazë të përkatësisë etnike apo politike të kryerësve është i papranueshëm dhe rënon besimin në institucione, thonë nga Komiteti Helsinkit. Nga ky komitet thonë se për vite me radhë gjuha e urrëties është bazuar më së shumti në përkatësi etnike, ndërsa kryerësit janë kryesisht të rinj. Ish presidenti i Bullgarisë Rumen Radev tha se Bullgaria dëshiron që Republika e Maqedonisë së Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Megjithatë, Radev ka rikujtuar se RMV duhet ta ndryshojë kushtetutën dhe t'i përfshijë bullgarët në preambull. Pavarësisht paralajmërimeve të ekzekutivit se fillimi i këtij viti do të sjellë edhe lëvizje të reja për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Bullgarinë, ende nuk ka aktivitete konkrete në këtë drejtim. Presidenti i mëparshëm i Bullgarisë Rumen Radev në një intervistë për gazetën gjermane Berliner Zeitung deklaroi se Bullgaria dëshiron që Maqedonia e Veriut të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian sa më shpejt të jetë e mundur. Ai theksoi se hyrja e tij në politikën parlamentare përfaqëson një përgjigje ndaj pritshmërive të qytetarëve bullgar për një shtet demokratik, modern dhe evropian, si dhe për përshpejtimin e integrimit evropian. Megjithatë, Radev ka rikujtuar se sipas konsensusit evropian të korrikut të vitit 2022, i ashtu quajturi propozimi francez, Maqedonia e Veriut duhet të ndryshojë kushtetutën e saj dhe t'i përfshijë bullgarët në mënyrë të barabartë me popujt e tjerë në preambul dhe vetëm atëherë mund të fillojë negociatat për anëtarësim në BE. Ky është një proces i vështirë, por i domosdoshëm, dhe ne do të donim ta shihnim Republikën e Maqedonisë së Veriut në BE sa më shpejt të jetë e mundur. Nuk duam kufi dhe pika kontrolli kufitare, por duam që njerëzit nga të dyja anët e kufirit të mund të jetojnë, punojnë dhe komunikojnë lirshëm së bashku. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria kanë konteste të pasgjidhura që lidhen me interpretimin e historisë, identitetin kombëtar, gjuhën dhe të drejtat e pakicave. Para kontestit me Bullgarinë, vendi kishte kontest shumë vjeçar me Greqinë. Vendi u detyrua të ndryshojë emrin e shtetit në mënyrë që të zhbllokohen proceset euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Tani qeveria e VMRO-DPMN-s kërkon garanca nga BE se nëse plotson kërkesën e Sofjes për futjen e pakicës bullgare në kushtetutë, nuk do të përballet me kushtëzime të reja. Në disa shkolla në Shkup dhe Tetov sot kishte alarme për bomba dhe për vendosje të pajisjeve shpërthyese, por është konfirmuar se këto ishin alarme të rreme. Mëngjesin e sotëm është dhënë alarm për bombë në 2 shkolla të mesme në Tetov, duke detyruar evakuimin e nxënësve dhe ndërprerjen e procesit mësimor. Njoftimi i parë është regjistruar në gjimnazin 7 Marsi, ku nxënësit janë larguar menjëherë nga objekti për arsye sigurie. Alarmi i ngjajshëm është raportuar edhe në shkollën e mesme profesionale rajonale Mosha Pjade dhe aty janë evakuuar të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit, ndërsa mësimi është ndërprerë përkohësisht. Menjëherë pas njoftimit të alarmit për bombë, u ndërmorën masa dhe aktivitete përkatëse nga ana e punësve policor dhe u konfirmua se bëi fjalë për alarme të rreme, informuan nga Ministria e Punëve të Brendshme. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se në periudhën nga 16 deri në 22 shkurt 2026, sistemi qyteti i sigurt regjistroi gjithsej 4910 shkelje në qytete dhe korridore ku zbatohet ky sistem. Shumica 4691 raste ishin për tejkalim të shpejtësisë, 16 raste për kalim në semaforët me dritë të kuqe dhe 203 raste për automjete me leje të skaduar. Gjithashtu u shqiptua 117 masa ndalim për drejtim të automjetit. Nga numri total i shkeljeve të regjistruara, shumica janë për drejtim të automjetit me shpejtësi më të madhe se e lejuara, gjithsej 4691 raste. Pastaj për kalim në semafor me dritë të kuqe janë regjistruar 16 shkelje, që paraqet një ulje prej 51.5% krahasuar me javën e kaluar kur ishin regjistruar 33 shkelje. Për drejtim të automjeteve pa regjistrim janë konstatuar 203 shkelje, informoi MPB.
Komisioni Rregullatori i Energjetikës ka sjellur vendim me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakisë të derivateve të naftës. Siç njoftojnë nga KRREI, çmimin e shitjes me pakisë të benzinës Eurosuper BS 95 dhe Eurosuper BS 98 rriten për 0.50 denar. Çmimet e shitjes me pakisë të Eurodizelit dhe vajit ekstra të lehtë për anvisëri rriten për 1.1 denar. Nga mesnata, Eurosuper BS 95 do të shitet për 73.50 denar. Eurosuper BS 98 do të shitet për 75.50 denar. Eurodizeli do të shitet për 69 denar dhe vaji ekstra i lehtë do të shitet për 68 denar. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Diasporës Galau Konjufsa ka pritur në takim të hënën Peter Sorensen, emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Ai njoftoi Sorensenin se tash dialogu do të udhëhiqet nga MPJD-ja, duke e bërë kështu Galau Konjufsën kryenegociator në procesin e negociatave. Gjatë takimit, Konjufsa informoi Sorensen se procesi i dialogut tashmë do të jetë nën udhëheqjen e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Në takim u diskutua momentumi aktual në të cilin ndodhet dialogu, si dhe u shkëmbyen pikpamjen mbi qasjen dhe parimet e nevojshme për të siguruar një proces më efektiv dhe të qëndrueshëm, thuhet në njoftim. Bëhet e ditur se në takim Konjufsa nënvizoi se Republika e Kosovës mbetet e përkushtuar që dialogun ta shohë si një mundësi për përmirësimin e marrëdhënieve fuqinësore me Serbinë, si dy shtete sovrane në rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Presidenti rus Vladimir Putin uroi sot rusët me rastin e ditës së mbrojtësit të AD-ut dhe nënvizoi rëndësinë e armëve bërthamore për sigurinë e vendit. Zhvillimi i triadës bërthamore mbetet një përparësi absolute pasi garanton sigurinë e Rusisë dhe siguron frenim efektiv strategjik dhe ekuilibrin e forcave në botë, tha Putin në një videomesazh me rastin e festës publike në nder të forcave të armatosura. Putin i shtoi se edhe degë të tjera të ushtrisë do të avancoheshin me qëllim përmirësimin e gatishmërisë së tyre luftarake, lëvizshmërisë dhe aftësisë për të vepruar në të gjitha kushtet, përfshirë edhe ato më të vështirat. Presidenti rus shprehu sërish besimin se Rusia do të triumfonte në luftë. Ne do të vazhdojmë përpjekjet tona të gjera për të forcuar ushtrinë dhe marinën, duke marrë parasysh situatën ndërkombëtare, ka thënë ai, duke shtuar se përvoja luftarake e fituar në Ukrainë do të vihet në përdorim gjithashtu. Një valë e gjerë dhune ka përfshirë Meksikën pas vrasjes së baronit të drogës Nemesio Oseguera Carvantes, i njohur si El Mencho, gjatë një operacioni ushtarak në shtetin Jalisco. Sipas Ministrisë Meksikane të Mbrojtjes, lideri i kartelit Jalisco në New Generation Cartel u plagosërën gjatë një operacioni për arrestimin e tij në qytetin Tapalpa dhe më pas ndërroi jetë. 4 anëtar të kartelit u vranë gjatë operacionit, ndërsa 3 ushtarak mbetën të plagosur. Pas vdekjes së tij, mbështetës të tij nisën akte të dhunshme, duke bllokuar rrugë me automjete të djegura dhe duke sulmuar objekte publike e private. Vetëm në Jalisco u raportuan 10 ozbloqe, ndërsa incidente pati edhe në zona të tjera të vendit. Guvernatori i Jaliscos Pablo Lemus Navarro shpalli kodin e kuq në shtet, duke pezulluar transportin publik, aktivitetet masive dhe mësimin me prezencë fizike. Kabineti i Sigurisë njoftoi për rreth 250 ozbloqe në nivel kombëtar gjatë trazirave, ndërsa 25 persona janë arrestuar. Shkues të nderuar, këtu është fundi i lajmeve. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.